Abdullah ibn Abbasi transmeton edhe thot, profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, kush ngryset edhe gëdhihet edhe e ka kënaq pra prindin e tij, i ka shërby prindit tij, është sjell mirë me prindin e tij, ja ka gëzu zemrën prindit tij, ai gëdhin edhe ngryset me 2 dyert xhenetit hapura. Edhe një herë, kush gëdhin dhe ngryset duke e kënaq prindin e tij, pra duke e respektu prindin e tij, ai gëdhin edhe ngryset me 2 dyert të xhenetit hapura. E kush gëdhin edhe ngryset duke e hidhru prindin e tij, ai gëdhin edhe ngryset me 2 dyert xhenemit hapura, Zoti na ruaj. Pra ka shumë mundësi që ai që sillet mirë me prindin, edhe është respektues, edhe është mirënjohës ndaj prindit tij, Allahu xhaleshanu ta çojë në xhenet vetëm për shkak të kësaj vepre. E ka shumë mundësi ai i cili nuk e bën një gjë të tillë, pra ose bën të kundërtën, Allahu na ruaj, mos t'i ketë mirë punët tek Allahu xhaleshanu.